Edhe pse muaji i shkurtë është periudha kur agjencitë turistike përgatisin paketat dhe kërkesat e tyre për vizitat në muze dhe objektet e trashëgimisë kulturore historike, Ndriçim Mblika, inspektor pranë rrjetit muzeve të Shkodrës, thotë se në mënyrë më të detajuar këto do të mësohen në muajin mars. Megjithatë, përvoja e vitit kaluar na bën optimist për një numër më të madh turistësh gjatë këtij viti. Viti i kaluar na bën me qenë optimist. Vitin që shkoj te Muzeu Skuqa ka pas përmi 6500 vizitar, ndërkohë që Muzeu i Kalas 27800 vizitar. Pra janë numra me të vërtet që të bëjnë optimist dhe janë numra që vit për vit janë në rritje. Në krahasim me 2024 ka më tepër, në krahasim me 2023 e tjerë. Po kështu edhe Muzeu i Kujtesës, po ka natyrë tjetër, ai nuk ka turizëm i mirëfill kulturor, por është turizëm historik, pra shohin një të kalume historike të periudhës së diktaturës komuniste. Janë gjithsesi oferta turistike që jep Bashkia e Shkodrës me muzeet e vet, është shumë llojshme dhe kjo është e mirë. Mblika thekson se këtë vit do të ketë edhe më shumë veprimtari që i bëjnë jehon muzeve të Shkodrës dhe pasurisë së tyre të patjetërsueshme. Kena planifikuar një varg veprimtarish të cilat e reklamojnë punën e muzeut. Kena planifiku, na kena pas në faqen tonë atë Tourist of the Day, turisti i ditës. Pra 2-3 herë në javë kena nxjerr turistat në ndryshme, vizitorë këtu apo vizitorë në Kala që kanë dhënë përshtypjet e tyre ose detajet të cilat tërheqin vëmendjen e njerëzve për me ardhur me ashtu. Dëshira është që të ketë më shumë vizitorë vendas në muze, krahas interesit që paraqesin turistët e huaj. Dasht me pas më tepër, jo, ka edhe shumë shqiptar, ka shumë vendas, por dasht me pas më tepër. Por ndoshta edhe e lojnë duken se e kanë, si thonë që e kanë një tu, ku e lojnë mas jo po shkej më vonë. Duken se arkeologjia pak a shumë është njësoj në tonë botën. Pra ka një globalizëm i antikitetit, ja amforat, ja urnat që janë pak a shumë përgjithshme, më tepër i tërheq etnografia sepse është diçka specifike e vendit. Rrjeti i muzeve që varet nga Bashkia e Shkodër përbëhet nga Muzeu Historik Oso Kuka, Muzeu i Kalas Rozafa dhe Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës, ndërsa Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi varet nga Ministria e Kulturës.